Sa njeriu t'i është dhanë përgjigja s'u ka lutë më. Thot, a ishtina këto une shtash, nuk kam më vakt për. E Allahu për me t'i majt dur t'nalë, që ka thot, mësja, s'ta jap nja. Pse, do me t'majt ndoshta me vite t'u bo doa, që kjo me dashur të Zotit se me ta quë para. A dhe sa njeriu vëzërën sprov, i bindet Allahut, i kthejet Allahut, e kap mëshira, tamam t'lirohet pak, tamam t'shkarkohet pak, tamam ta gjeje veten të akomodum dhe një komoditet, çfarë ban? Tash, ku a duaja? A di se vëzë, ka njëri ka harru kur ka po dua, sikur s'ka nevoj për kur gjo për Zotin Gjellë Gjellalu. Ka harru kur ka po dua. Kur ti ke po dua me thonë, o Zot kam nevoj. Apo, dhe kjo vëzë, kjo hapësira e madhe që është bo mes neve dhe Zotin Gjellë Gjellalu, kjo e rrezikshme. Kur ti nuk e lut ata, kur ti nuk e lut ato, ka thamë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush nuk e lut Allahin i dhnohet ai. Subhanallahu, Allah i dhnohet, si të lut, si të më lut.